Spitali privat International Medicare në Tiranë është vendosur nën sekuestro nga policia e kryeqytetit pas një hetimi disa mujor që ka zbuluar shkelje të rënda ligjore dhe ekonomike. Spitali me një vlerë rreth 3 milion euro rezulton të ketë kryer evazion fiskal mbi 1 milion euro përmes lëshimit të faturave të pafiskalizuara. Hetimi ka nxjerrë në pajë gjithashtu përdorimin e medikamenteve të dyshuara dhe të kontrabanduara, të ndaluara nga autoritetet kompetente, si dhe punësim pa dokumentacion të rregullt të 5 punonjësve. Administratori Edmond Zaja i është vendosur masa arrestit, ndërsa bashkaksionerët Bilal Kara dhe Gentian Arapi janë shpadhur në kërkim nga policia. Si prova materiale, organet e rendit sekuestruan 100 lloqe me mandate të pafiskalizuara, 27 lloje medikamentesh të dyshuara dhe të skaduara, si dhe 6 njësi kompjuterike. Hetimi është kaluar në Prokurinë e Tiranës, i cili po vijon me një verifikim më të theduar për të përcaktuar nëse pasojat e këtyre veprimeve kanë ndikuar vetëm në aspektin ekonomik apo kanë rrezikuar edhe shëndetjen e pacientëve. Autoritetet nënvizojnë se ky rast shërben si paralajmërim për gjitha institucionet private shëndetësore për të respektuar ligjin, procedurat fiskale dhe standardet e sigurimit dhe medikamenteve dhe shërbimeve ndaj pacientëve. Hetimet vijojnë për të identifikuar të gjithë personat përgjigjës dhe për të sqaruar plotësisht pasojat e kryera nga aktiviteti i palishëm i këtij institucioni.